2 fëmijë kam të moshës të rritën, ata 2 kanë me në Finland atje. Si ke marrë prej ndarjes? Pa gruaja. Me komuniku ma shumë. A mundet me qenë në zëmanin e njëjtë gruaja e dytë si e para? Absolut që po. Ajo tash është vendin e parë që e kam tash edhe në atë kohë kon ajo tjetra, se këto as nuk e kom njoftë, kon nona e fëmijëve të mi, edhe është nona e fëmijëve të mi, kështu që... Qa i kështë thonë grus të dytë? Që e du. 2 fëmijë kam të moshës të rritën, ata 2 kanë me në Finland atje. Si ke marrë prej ndarjes? Pa gruaja. Me komuniku ma shumë. Me komuniku ma shumë edhe apo që e ki mbrenda me... po tash si këna ti kisha pos vjetë e sudit atëherë në shta kishë na vepru ndryshe para se me ndodhë ndarja, po tani... A mundet me qenë në zëmanin e njëjtë gruaja e dytë si e para? Absolut që po, krejt. Nuk besoj që është naj farë konkurence aty kush vendin e parë, kush vendin e dytë. Ajo tash është vendin e parë që e kam tash edhe në atë kohë kon ajo tjetra, se këto as nuk e kom njoftë, kon nona e fëmijëve të mi, edhe është nona e fëmijëve të mi, kështu që... E cilë është mësimit që ke marrë nga jeta? Mës me i dhonë vetit shumë zërë në gjonat që 80% qka na mundën nuk ndodhin faktikisht veç. A je tradhtu ndonjëherë ose a ke tradhtu ndonjëherë? Nuk kam tradhtu, nështë a jam di tradhtu, për nuk e di që jam tradhtu. Tradhti tash në varet se në cilin kuptim, nëse ki tradhti bashkëshorture, jo. Në shoqëri kështu nështë a nëj loj mashtrimi ose nëj loj pune mas shpine që shtojnë ana edhe ka mujt me ndodhë, po jo, diçka sa për me... Qa i kështë thonë grus të dytë? Që e du, edhe që ketër sens, nuk e di. Balesh me dashta. E vetëm respekti është pra dashnis? Respekti e këto gjona tani janë mendoj gjona ndërsjella. A jeton me prind? Jetoj edhe me prind edhe me gruan. Faktikisht njëri prind sa ka ndru jetë para 2 muaj, tash është nona me këto, edhe po jetoj me një shtëpi, edhe shto po munduhem tash me Kosovë mu ambientu pak. Po qefi që jetën e ke vazhdu, nuk e dorëzu, ke vazhdu, njerëz vinë e shkojnë. Po. E çfarë mendimi ki për shtesat? Tash pak tem tjetër. Fëmijët i kanë shtesat 20 euro në mujt, e për çan japin 50. Nuk e di se qysh me u përgjigj këtu për arsye se 2 fëmijë që i ka mund, 2 kanë linë në Finland. Edhe atje normal që ka i shtesat janë ma mëdha në atë aspektin financio, po ju nështë edhe me ndiku ma shumë, edhin. Se po i ndihmojnë në varet se qysh i përdor fëmijës. Çfarë do ndihmë e vogël që është mirë me përdor për fëmijën edhe menoj që ndikon pak pozitivisht. E konë që e shku në Gurbet? Në një 50-50. Në kohën kërë më kam dalë në Gurbet nuk i ka lufta ka pas diku 3 vjetë që pa të përfundu, jemi kanë fëmijë kallabllakun ma i modhe, do me thonë jemi kanë një farë mënyre detyrun me dalë në Gurbet. Për sot nuk menoj që është e nevojshme me dalë në Gurbet prej Kosovës. Sot, para 20 vite po ka punë. Po edhe interes. Po mirë, po tash edhe këto po mirë po bëhet. A para 20 vite o kanë krejt e kuptueshme, o kanë histori diçka tjetër. Jo për me arsyetu veten teme, po në përgjithësi janë kanë kushte tjera. Tash është pak më ndryshe mendoj unë personalisht. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit e juve. 2 fëmijë kam të moshës të rritën, ata 2 kanë me në Finland atje. Si ke marrë prej ndarjes? Pa gruaja. Me komuniku ma shumë. A mundet me qenë në zëmanin e njëjtë gruaja e dytë si e para? Absolut që po. Ajo tash është vendin e parë që e kam tash edhe në atë kohë kon ajo tjetra, se këto as nuk e kom njoftë, kon nona e fëmijëve të mi, edhe është nona e fëmijëve të mi, kështu që... Qa i kështë thonë grus të dytë? Që e du. 2 fëmijë kam të moshës të rritën, ata 2 kanë me në Finland atje. Si ke marrë prej ndarjes? Pa gruaja. Me komuniku ma shumë. Me komuniku ma shumë edhe apo që e ki mbrenda me... po tash si këna ti kisha pos vjetë e sudit atëherë në shta kishë na vepru ndryshe para se me ndodhë ndarja, po tani... A mundet me qenë në zëmanin e njëjtë gruaja e dytë si e para? Absolut që po, krejt. Nuk besoj që është naj farë konkurence aty kush vendin e parë, kush vendin e dytë. Ajo tash është vendin e parë që e kam tash edhe në atë kohë kon ajo tjetra, se këto as nuk e kom njoftë, kon nona e fëmijëve të mi, edhe është nona e fëmijëve të mi, kështu që... E
E cili është mësimi që ke marrë nga jeta? Mos me i dhonë vetit shumë zërë në gjonat që 80% çka na mundon nuk ndodhin faktikisht veç. A je tradhtu ndonjëherë ose a ke tradhtu ndonjëherë? Nuk kam tradhtu, nështë jam di tradhtu, për nuk e di që jam tradhtu. Tradhti tash më varet se në cilin kuptim, nëse ki tradhti bashkëshortore, jo. Në shoqëri kështu nështë anaj lloj mashtrimi ose në lloj pune mas shpine që shtojnë ana edhe ka mujt me ndodh, po jo diçka sa për me. Qa i kështë thonë grusë të dytë? Që e du, edhe që këtë sens nuk e di. Ballësh me dashta. E vetëm respekti është pra dashnis? Respekti e këto gjona tani janë mendoj gjona ndërsjella. A jeton me prind? Jetoj edhe me prind edhe me gruan. Faktikisht njëri prind sa ka ndru jetë para 2 muaj, tash është nona me këto, edhe po jetoj me një shtëpi, edhe çto po mundohem tash me Kosovë mu ambientu pak. Po qefi që jetën e ke vazhdu, nuk e dorëzu, ke vazhdu, njerëz vinë e shkojnë. Po. E çfarë mendimi ki për shtesat? Tash pak temë tjetër. Fëmijët i kanë shtesat 20 euro në mujt, e për çani japin 50. Nuk e di se qysh me u përgjigj këtu për arsye se 2 fëmijë që i ka mund, 2 kanë linë në Finland. Edhe atje normal që ka i shtesat janë ma mëdha në atë aspektin financiar, po ju nështë edhe me ndiku ma shumë, edhe? Se po i ndihmojnë në varet se qysh i përdur fëmijë. Çfarë do ndihmë e vogël që është mirë me përdor për fëmijën edhe mendoj që ndikon pak pozitivisht. E konë që e shku në Gurbet? Në një 50-50. Në kohën kur më kam dalë në Gurbet nuk i ka lufta ka pas diku 3 vjet që pa të përfundu, jemi kanë fëmijë kallabllakun më i madh, domethënë jemi kanë një farë mënyrë detyrun me dalë në Gurbet. Për sot nuk mendoj që është e nevojshme me dalë në Gurbet prej Kosovës. Sot, para 20 vite po ka punë. Po edhe interes. Po mirë, po tash edhe këto po mirë po bëhet. A para 20 vite o kanë krejt e kuptueshme, o kanë histori diçka tjetër. Jo për me arsyetu veten time, po në përgjithësi janë kanë kushte tjera. Tash është pak më ndryshe mendoj unë personalisht. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit e juve. 2 fëmijë kam të moshës të rritën, ata 2 kanë mbet në Finland atje. Sa ke marrë prej ndarjes? Me komuniku më shumë. A mundet me qenë në zonën e njëjtë gruaja e dytë? Si e para? Absolut që po. Ajo tash është në vendin e parë që e kam tash edhe në atë kohë kanë ajo tjetra se këto as nuk e kom njoftu, kanë nona e fëmijëve të mi edhe është nona e fëmijëve të mi, kështu që... Qa i kështë thonë grusë të dytë? Që e du. 2 fëmijë kam të moshës të rritën, ata 2 kanë mbet në Finland atje. Sa ke marrë prej ndarjes? Me komuniku më shumë. Me komuniku më shumë edhe apo që e ki brenda me po tash si këna ti kisha pos vjetë të sudit atëherë në shtatë dhe kishë na vepru ndryshe para se me ndodhë ndarja, po tani... A mundet me qenë në zonën e njëjtë gruaja e dytë? Si e para? Absolut që po, krejt. Nuk besoj që është ndaj farë konkurrence aty kush